Në episodin e 6 Takimet e Utën, do të shpjegojmë marrëveshjen e pensionit mes Italisë dhe Shqipërisë. Cili është stadi i kësaj marrëveshje? Kush janë përfituesit dhe cilat janë përfitimet e kësaj marrëveshje? Për të ndjekur të plot këtë episod, unë juftoj të abonoheni tani në kanalin tim në YouTube Teutan Online. Të nderuar miq, marrëveshja e pensioneve mes Italisë dhe Shqipërisë u nënshkrua nga të dy ministrat e jashtëm të Italisë dhe Shqipërisë më datën 6 shkurt 2024. Por çka ndodhi më pas? Ku është stadi aktual i kësaj marrëveshje? Marrëveshja e pensioneve mes Italisë dhe Shqipërisë është ratifikuar në Parlamentin Italian, në dhomën e deputetëve dhe aktualisht është miratuar edhe nga Senati Italian. Por kjo marrëveshje do t'i duhet edhe pak kohë për të bërë zbatueshme, sepse do të duhet të dekretohet nga presidenti Mattarella dhe më tej të publikohet në fletoren zyrtare në Itali. Nga ana tjetër, kjo marrëveshje, pasi është mbyllur procesi ratifikues në të dyja vendet, do të realizohet një hap tjetër ose një stad tjetër që është shkëmbimi i dokumentave ratifikues. Dhe në datën 1 të muajit të dytë pas shkëmbimit të dokumentave ratifikues, kjo marrëveshje hyn në fuqi. Por nëse në shtetin italian kjo marrëveshje ende është në proces miratimi, në shtetin shqiptar ky proces është përmbyllur. Pasi Parlamenti i Shqipërisë këtë marrëveshje e ka miratuar, presidenti e ka dekretuar dhe është publikuar në fletoren zyrtare. Dhe aktualisht ne presim pikërisht fazën e fundit, dekretimin nga presidenti i Italisë. Kjo marrëveshje është nga marrëveshjet më të rëndësishme për sistemin e pensioneve në Shqipëri dhe është një nga marrëveshjet më të rëndësishme për shkakun e numrit të madh të qytetarëve që ai do ndihmojë. Aktualisht ne kemi mbi 450.000 qytetarë rezident në Itali, të cilët mund të jenë përfitues nga kjo marrëveshje nëse ato kanë vite kontributive në Itali dhe vite kontributive në Shqipëri. Nga ana tjetër, një ndihmës e madhe do jetë edhe për ata qytetarë italianë që janë rezident në Shqipëri ose janë rezident në Itali, por që kanë vite kontributive në të dyja shtetet. Pra, thelbi i kësaj marrëveshje është që përfitues do të jenë të gjithë ata qytetarë shqiptar apo italian me kushtin e vetëm që të kenë vite kontributive në Shqipëri dhe në Itali. Por, te ky total i viteve kontributive është sërish rëndësishme për të theksuar që minimalisht këta duhet kenë një vit kontributiv në një nga sistemet e këtyre vendeve në mënyrë që të jenë edhe përfitues nga kjo marrëveshje. Por çfarë bën këtë marrëveshje kaq të rëndësishme? Marrëveshja është shumë e rëndësishme sepse është marrëveshje që është realizuar mes dy shteteve, mes Italisë dhe Shqipërisë, dhe jo mes dy institucioneve që trajtojnë çështjen e pensionit në Itali apo në Shqipëri. Dhe duke qenë se kjo është një marrëveshje shtetërore, atëherë është një marrëveshje që jep siguri, është një marrëveshje që jep besim dhe njëkohësisht është një marrëveshje pa fat, që nuk kuptojmë. Neve nga kjo marrëveshje do përfitojmë jo vetëm këta qytetarë shqiptar dhe italian që aktualisht janë kontribues në të dyja skemat e pensione ose kanë qenë kontribues në të dyja skemat e pensioneve, por nga kjo marrëveshje mund të përfitojnë dhe të gjithë ata qytetarë shqiptar apo italian që në një të ardhme mund të jenë kontribues nga të dyja skemat. Ndaj duke qenë se kemi të bëjmë me një marrëveshje pa fat, atëherë përfituesit do jenë të shtrirë në kohë. Një element shumë i rëndësishëm i kësaj marrëveshje është njohja e periudhave të sigurimit. Çfarë është një periudhë sigurimi? Periudha e sigurimit lidhet me vitet kontributive që individi ka derdhur kontribut pranë skemës së pensioneve në Itali dhe pranë skemës së pensioneve në Shqipëri në varësi të rregullave të këtyre dy skemave. Pra, marrëveshja një a priori periudat e sigurimit që i njeh secili shtet. Nëse një qytetar shqiptar ka derdhur kontribute në skemën e pensioneve në Shqipëri, pavarësisht nëse këto kontribute kanë qenë si i punësuar, si vetpunësuar apo kontribute vullnetare, dhe shteti shqiptar këto kontribute ja njeh vitet kontributive si vite sigurimi,
automatikisht marrëveshja ja njeh këto vite dhe këto kontributive dhe këtë periudhë sigurimi edhe në Itali. Pse njeh dhe pse na nevojitet që kjo periudhë sigurimi në Shqipëri neve mund na shërbej edhe në Itali ose në sjelltas? Në këtë rast, njohja e këtyre viteve të sigurimit është e dobishme për ata qytetarë të cilët nuk kanë mundësuar që të realizojnë kushtin minimal për të qenë përfitues të një pensioni në Itali ose përfitues të një pensioni në Shqipëri. Çfarë do thotë kjo? Nëse neve duam që të përfitojmë një pension në Shqipëri, do të duhet që në bazë të ligjit shqiptar të kemi derdhur 15 vite kontributive. Dhe kur flasim për vite kontributive, unë dua ta theksoj sepse nuk flasim për vite pune, po flasim për vite të derdhura kontribute. Pasi ne në këtë rast kemi qytetarë shqiptarë të cilët gjatë gjithë periudhës së tranzicionit për shkak të një morie problematikash, informaliteti parregullsisht, kanë qenë në marrëdhënie pune, por nuk janë në të njëjtën kohë dhe kontribues, ose nuk kanë qenë kontribues të skemës së sigurimit shoqëror, dhe kjo do thotë këto vitet e punës nuk janë vite kontributive. Nga ana tjetër, neve kemi edhe qytetarë shqiptarë të cilët nuk janë punonjës, pra nuk janë ose të vetë punësuar ose të punësuar që të derdhin kontribute, por nga ana tjetër kanë derdhur kontribute vullnetare në Republikën e Shqipërisë në skemën e pensioneve. Dhe kjo i bën këta qytetarë që këto derdhje për kontributet vullnetare të njihen si vite kontributive dhe të njihen si vite sigurimi për efekt pensioni. Pra, të nderuar miq, ne në këtë rast në Shqipëri e kemi procesin e derdhjes së kontributeve vullnetare, një proces i cili nuk është në Itali, por marrëveshja mundson në këtë rast që ne këto periudhë sigurimi që kemi në Shqipëri ta njohim edhe në Itali. Dhe në rastin e Italis, kur një qytetar shqiptar nuk mundet të përfitojë një pension, qoftë edhe minimal, për shkak se nuk ka plotësuar minimalisht 20 vite kontributive, atëherë bashkimi i këtyre periudhave kontributive që njohim si periudha sigurimi do t'i mundsojë këtij qytetarit në këtë rast të jetë përfitues pensioni si në Itali edhe në Shqipëri. Dhe gjithmonë në këtë rast merren shembujt e viteve. Për shembull, nëse një qytetar shqiptar ka 15 vite pune në Itali, po ka 13 vite pune në Shqipëri dhe ai nuk është përfitues i asnjë pensioni në asnjë nga vendet, pa marrëveshje, pra pa ekzistencën e marrëveshjes, sepse ai nuk ka plotësuar 20 vite kontribute në Itali, por nga ana tjetër nuk ka plotësuar as 15 vite kontribute në Shqipëri, kjo marrëveshje, duke qenë se ja u njeh këto periudha sigurimi, mundësohet në këtë rast që këto dy periudha të bashkohen dhe qytetari shqiptar në Itali me 15 vite kontributive dhe me 13 vite kontributive në Shqipëri i bën në total 28 vite kontributive, dhe nga këto 28 vite kontributive ai do të marrë në moshën kur të dalin në pension 67 vjeç në Itali një pension, por kujdes, pensioni nuk do jetë për 28 vite kontributive, përkundresi do jetë vetëm për 15 vite kontributive që është bërë në skemën e Itali, skemën e pensioneve, dhe në rastin e Shqipërisë vijon me të njëjtën rregull dhe të njëjtën logjik, ai do jetë përfitues pensioni vetëm për 13 vitet e kontributive që ka pasur në Shqipëri. Pra, është kaq shumë e rëndësishme pikërisht njohja e këtyre periudhave të sigurimit. Kjo e bën këtë marrëveshje e cila është shumë dobipruese për qytetarët shqiptar, por edhe për ata italian, por duke qenë se numri i qytetarëve shqiptarë që mund të jenë përfituesi këtë marrëveshje është shumë herë më i madh se italian, atëherë dobia për qytetarët tanë është edhe më e madhe. Nga ana tjetër, kjo marrëveshje, duke qenë se është një marrëveshje shtetërore, është një marrëveshje e cila është pa afat, ka edhe një element shumë pozitiv. Pasi kjo marrëveshje mundëson qytetarin shqiptar të ketë dhe të zbatohen të gjitha rregullat dhe e gjitha baza ligjore me të njëjtat të drejta si të një qytetar italian. Pra është një marrëveshje që jo vetëm është ndihmuese për qytetarin shqiptar, por nga ana tjetër nuk është diskriminuese. Pra do thotë ky qytetar pavarësisht se është rezident dhe nuk e ka shtetësinë italiane, por ai do jetë dhe do trajtohet me të gjitha të drejtat si një qytetar italian. Dhe këto janë të mirat e kësaj marrëveshje. Por nga ana tjetër, ne thamë që përfituesit janë dy. Janë qytetarët shqiptarë
që janë ose që i kanë prekur të dyja skemat, pra kanë derdhur kontribute për sigurime shoqërore në skemën e pensionit në Itali dhe në skemën e pensioneve në Shqipëri, dhe nga ana tjetër qytetarët italianë që kanë derdhur kontribute në të dyja skemat. Dhe njëkohësisht dhe këta qytetarë në të ardhmen që mund të derdhin ose që do derdhin kontribute në të dyja skemat. Pra, marrëveshja është themeltare për të gjithë ata individ të cilët i kanë prekur apo edhe do t'i prekin të dyja këto skemat. Por, cilat janë përfitimet në këtë rast nga marrëveshja? Pse kjo marrëveshje është kaq domethënëse ose kaq e mirë ose që është kaq pozitive, dhe ndaj në këtë rast ne gjithmonë e themi që është një lajm shumë i mirë, është një lajm shumë i rëndësishëm për të gjithë qytetarët shqiptar. Zbatimi i marrëveshjes së pensioneve mes Shqipërisë dhe Italisë i mundson një qytetari shqiptar me banim në Itali, si dhe një qytetar italian, të përfitoj pension pleqërie, pension invaliditeti ose pension familjar. Nga ana tjetër, mundson këtij qytetari që të përfitojë nga skemat e veçanta të sigurimeve në Itali. I mundson këtij qytetari shqiptar që të përfitojë nga sigurimi i papunësisë ose nga sigurimi për përfitimet për sëmundjet ose barlindjet. Të gjitha këto të drejta janë të njëjta drejta që ka dhe një qytetar italian dhe që mundet në këtë rast përmes kësaj marrëveshje t'i përfitojë edhe qytetari shqiptar. Ndërsa në Shqipëri, një qytetar italian nga marrëveshja mes Italisë dhe Shqipërisë për pensionet mund të përfitojë një pension pleqërie, invaliditeti ose pension familjar, mund të përfitojë sigurime për përfitim nga sëmundjet ose barlindjet dhe nga ana tjetër mund të përfitojë nga sigurimi i papunësisë. Çfarë do thotë në këtë rast të përfitosh nga sigurimi i papunësisë? Çfarë do thotë të përfitosh në këtë rast nga sëmundjet ose nga barlindjet? Që nuk kuptohet nëse një qytetar shqiptar ka derdhur kontribute sigurime shoqërore në shtetin italian, ai në këtë rast është dhe përfitues në rastet kur ai është i sëmur, dhe këtu në këtë rast ai përfiton nga sigurimi për sëmundjet. Njëkohësisht një qytetar shqiptar në këtë rast në Itali, por edhe një qytetar italian në Shqipëri mund të jetë përfitues i një pensioni, pavarësisht nëse ky pension pleqërie do jetë një pension i plot apo i pjesshëm, dhe njëkohësisht mund të jetë përfitues i një pensioni invaliditetit, pavarësisht nëse do jetë i pjesshëm apo i plot, por nga tjetër kemi edhe pensione familjare. Ku flasim për pensionet familjare, gjithmonë nuk kuptohet kur janë pensione të cilat përfitohen nga pasuesi i individit i cili ka derdhur kontribute në të dyja këto skemat dhe për shkak të largimit të tij nga jeta, përfitimin e merr familja e tij. Ndaj të nderuar miq, kjo marrëveshje është realisht një nga marrëveshjet më të mira, më dobiprurse dhe njëkohësisht një nga marrëveshjet më të shumëpritura për qytetarët shqiptar. Marrëveshja pensione mes Shqipërisë dhe Italisë po bëhet realitet. Jemi shumë afër finalizimit të saj. Dhe neve sot të nderuar miq diskutuam për statusin aktual të marrëveshjes, diskutuam për përfituesit dhe për përfitimet e kësaj marrëveshje. Por duke qenë se kjo marrëveshje ka shumë detaje, ne kemi menduar që ta trajtojmë në 3 episode. Dhe sot ishte pikërisht vetëm pjesa e parë që neve trajtuam këtë marrëveshje. Në episodet e radhës ne do vijojmë të trajtojmë në detaje edhe më tej këtë marrëveshje që lidhet në këtë rast me rregullat e zbatimit të saj, me kontributet vullnetare, me gjithçka në këtë rast që ka sistemi pension në Itali dhe në Shqipëri që bëhet i zbatueshëm për qytetarët shqiptarët italian në bazë të kësaj marrëveshje. Të nderuar miq, unë juftoj të mos i humbisni këto informacione kaq të rëndësishme për marrëveshjen e pensioneve mes Italisë dhe Shqipërisë. Unë juftoj të abonoheni tani në kanalin tim në YouTube të Utanunaj për të ndjekur episodet e radhës që do të shpjegojnë akoma edhe në më në detaje pikërisht marrëveshjen mes Italisë dhe Shqipërisë për pensionet. Dhe mos harroni, shpërndajeni këtë video që sa më shumë shqiptar të informohen mbi këtë mundësi kaq të madhe që ofron marrëveshja e pensioneve mes Italisë dhe Shqipërisë. Nëse keni pyetje, lini një koment edhe unë do t'i përgjigjem me shumë kënaqësi. Të nderuar miq, në pjesën e dytë takimet e UTën në këndin e pyetjeve do t'i përgjigjemi 3 pyetje.
Pyetja e parë është rasti një qytetari shqiptar i cili është përfitues i një pensioni në Itali, por nuk është përfitues i një pensioni në Shqipëri, pasi në Shqipëri ai nuk ka plotësuar kriterin për 15 vite kontributive, edhe pse ka plotësuar kriterin e moshës. Në një rast të tillë, qytetari shqiptar mund të përfitojë nga marrëveshja e pensioneve mes Italisë dhe Shqipërisë për të përfituar një pension edhe në Shqipëri, pasi marrëveshja mundëson bashkimin e periudhave kontributive, pra viteve kontributive në Itali me vitet e kontributeve në Shqipëri, dhe ky bashkim atij, nëse i mundson numrin 15 të viteve kontributive, automatikisht ky qytetar në këtë rast mund të aplikojë pranë Institutit të Sigurimeve Shoqërore, e theksojmë edhe pse ai e ka mbushur dhe e ka kaluar moshën për pension, për të qenë një përfitues i një pensioni. Në këtë rast, e njëjta gjë vlen edhe për të gjithë ata qytetarë shqiptar që nuk janë përfitues të pensionit në Itali, dhe me realizimin e kësaj marrëveshje dhe me hyrjen e saj në fuqi, ata në këtë rast mund të drejtohen INPS-it, pra Institutit të Sigurimeve në Itali, që trajton pensionet, për të qenë përfitues të pensionit në Itali nga bashkimi i viteve kontributive në të dyja vendet. Marrëveshja në këtë pikë i mundson të realizojë edhe një pension të dytë, por gjithmonë në varësi të viteve që ai kanë kontribuar. Pyetja e dytë lidhet me të gjithë ata qytetarë shqiptar të cilët kanë punuar në të zezë ose ndryshe në mënyrë informale, pra nuk kanë derdhur kontribute të sigurimeve shoqërore në Itali ose në Shqipëri, dhe pyesin nëse janë përfitues të kësaj marrëveshje, duke qenë se në të dyja këto vendet ata kanë vite kontributive të derdhura, por ndërkohë kanë edhe vite pune të cilat nuk i kanë të shoqëruara me vite kontributive. Është shumë e rëndësishme të nderuar miq që neve të kuptojmë shumë qartë dallimin mes viteve të punës dhe viteve kontributive. Ajo çka ligji njeh janë pikërisht vitet kontributive, sepse vitet kontributive janë vitet në të cilat qytetari shqiptar në këtë rast ka derdhur kontribute pranë skemës së sigurimeve shoqërore në Itali ose pranë skemës së sigurimeve shoqërore në Shqipëri. Në të dyja rastet, çdo muaj i derdhur njihet si një periudhë kontributive, por që ti jesh përfitues pensioni në këtë rast, të duhet që të kesh së paktën një vit kontribute në një nga skemat që ti jesh përfituese i kësaj skeme. Pra në këtë rast, qytetarët shqiptar të cilët kanë derdhur kontribute dhe nëse i plotësojnë vitet minimale, 15 vite kontribute në Shqipëri dhe 20 vite kontribute në Itali, ata mund të jenë përfitues të pensionit në secila nga vendet. Kur flasim për minimum, do thotë që periudhat e bashkuara, nëse mundsohen 20 që të përfitosh në Itali, ose nëse mundsohen 15 që të përfitosh në Shqipëri. Por të gjithë ata qytetarë shqiptar, të cilët kanë punuar në mënyrë informale në Itali ose edhe në Shqipëri dhe nuk kanë derdhur kontribute për sigurimet shoqërore në secilën nga skemat, pra kanë qenë informal në Itali, kanë qenë dhe informal në Shqipëri, bashkimi i periudhave ose respektimi dhe zbatimi kësaj marrëveshje nuk është që atyre u shërben, pasi kur je informal do thotë ti nuk je ligjërisht i punësuar, dhe kur nuk je ligjërisht i punësuar do thotë që nuk je kontribues në një skemë sigurimi shoqëror, dhe kur nuk je kontribues, atëherë nuk mund të jesh dhe përfitues i një pensioni. Pyetja e tretë lidhet në këtë rast me kohën kur do hyjë kjo në fuqi kjo marrëveshje dhe a ka një afat të caktuar për fillimin e procedurat e aplikimit. Hyrja në fuqi e marrëveshjes do të bëhet në datën 1 të muajit të dytë, kur do bëhet shkëmbimi i dokumentave ratifikues mes Ministrisë së Jashtme dhe Ministrisë së Jashtme të Italisë dhe asaj të Shqipërisë. Dhe nuk ka një kohë tjetër që marrëveshja e njeh. Pra, në momentin që kjo marrëveshje ka hyrë në fuqi, automatikisht qytetarët shqiptar dhe italian kanë gjithë të drejtën që të fillojnë procesin e tyre të aplikimit për pension në të dyja vendet, qoftë në Itali, qoftë edhe në Shqipëri, dhe nuk ka një kohë të dy që të spostohet në kohë. Të nderuar miq, ky është takimi ynë për sot. Për të ndjekur në kohë reale episodet e radhës për marrëveshjen e pensioneve mes Italisë dhe Shqipërisë, por edhe çështjet e tjera për pensionet dhe për ekonominë që do të trajtojmë. Unë ju ftoj të abonoheni tani në kanalin tim në YouTube Teuta Nune. Deri në takimin e radhës, miru takofshim.